Në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak të Korçës për vitin 2024 janë miratuar një sër pikash të rendit të ditës, të cilat kryesisht kishin të bënin me dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, si dhe me programet e strehimit që ofron Bashkia e Korçës për familjet e pastreha. Kështu është miratuar dhënia e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit të kushtëzuar për blok ndihmën dhe nga fondi i buxhetit vendor për periudhën 1 deri 31 dhjetor 2023. Janë miratuar kriteret për familjet në nevojë që do të trajtohen me këtë ndihmë për vitin 2024. Gjithashtu është miratuar nga këshilltarët edhe vlera maksimale e subvencionimit të qiras dhe e nivelit të qiras mesatare në tregun e lirë, ndërsa deri më tani janë 28 familje të cilat plotësojnë kriteret për të përfituar subvencionimin e qiras. Informacioni që kemi marrë pas relacionit ka qenë që në vitin 2024 kuotat e bashkëfinancimit çojnë raportin nga 40% do të financohen nga buxheti i bashkisë dhe 60% e fondit nga buxheti i shtetit. Për vitin 2024 janë 28 familje të cilat kanë plotësuar kushtet dhe janë nga sistemi janë okay, kështu që dhe për këtë material mendojmë që Komisioni ka vendosur që Këshilli ta miratojë. Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Korçës është miratuar edhe trajtimi ushqimor dhe dietat për ekipin e parë dhe Akademinë Skënderbeu për vitin 2024, të cilat nuk kanë pësuar asnjë ndryshim nga një vit më parë.